Ju thuhet pastrimi parave na e kërkon Europa. Ta di Europa sa paleta me euro 500 që preri 500 që ka këtu me palet. Ta di që këtu shkëmbimi nuk bëhet me sa euro, po bëhet me kile 500 që je, do të kështë heqë nga qarkullimi fare euron. Po të di sa ka këtu gjendje Shqipëri, do të kështë heqë fare euron nga qarkullimi. Ka që shumë ka këtu. Se nuk është rastësi kjo që ju mbroni interesin se vallaha ra norma interesi tu se po mbroni Mileti. Mileti ato remitancat që ju në u hap barku shumë për remitancat, kush pati 120 milion lek në bank para 3 vjetës nga ata Halexhin, sot ka 95. Pra, nga ju që i donit kaq shumë shqiptarët, i vodë 25 milion vetëm me pastrimin e parave. Vetëm e lavatriçka centrifuga, se nga nuk është proces ku që ndrojë procesin, edhe u zvoglu triko. Jo, u zvoglu 25 milion lek njerëzve. Vetëm nga kjo juja, pra. Kjo lavatriçja juj multifunksionale.